Hapat për rimbursimin e DIVA 2025. Në këtë video do t'ju udhëzojmë hap pas hapi për mënyrën e aplikimit të kërkesës për rimbursim, zbritjeve për fëmijët në ngarkim, shpenzimeve arsimore dhe zbritjeve të tjera. Nga llogaria juaj elektronike në faqen zyrtare të administratës tatimore, gjeneroni deklaratën vjetore të të ardhurave për vitin 2025. Sigurohuni që përveç të dhënave të detyrueshme, fushat me asteriks, të plotësoni saktë numrin e fëmijëve nën moshën 18 vjeç që keni në ngarkim, në rubrikën 18 të seksionit A të deklaratës. Në këtë mënyrë, nëse jeni prind me të ardhurat më të larta, ju mund të përfitoni zbritjet nga baza tatimore për fëmijët në ngarkim, si dhe nëse të ardhurat tuaja vjetore janë më pak se 1.2 milion lek, ju mund të përfitoni zbritjen për shpenzimet arsimore deri në vlerën 100.000 lek. Në seksionin B të deklaratës do t'ju shfaqen të paraplotësuara të dhënat për të ardhurat vjetore bruto nga pagat dhe tatimi përkatës i paguar, të cilat janë deklaruar gjatë vitit në listë pagesë, si dhe të dhënat e të ardhurave për të cilat është deklaruar dhe mbajtur tatimi në burim. Për llojet e tjera të ardhurave bruto të realizuara brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, të dhënat duhet i plotësoni manualisht. Sistemi në mënyrë automatike do të përllogarisë vlerën e tatimit për t'u paguar. Seksioni i shpenzimeve të zbritshme do të plotësohet automatikisht për zbritjet nga të ardhurat nga punësimi, rubrika 24, zbritjet për fëmijët në ngarkim, rubrika 25 dhe zbritjet për kontributin në skemën e pensionit privat, rubrika 27, ndërsa manualisht do të plotësoni zbritjet për arsimimin e fëmijëve, rubrika 26, dhe zbritjet e tjera të lidhura me skemat e pensionit privat, rubrikat 28 dhe 29. Kujdes! Për të përfituar zbritjet për fëmijët është i rëndësishëm plotësimi i rubrikës 18. Numri i fëmijëve në ngarkim të deklaruesit nën moshën 18 vjeç në seksionin A. Pas dorëzimit të deklaratës individuale vjetore të të ardhurave, si rezultati i diferencës së shumës së tatimit të llogaritur me shumën e tatimit të paguar dhe zbritjeve të aplikuara, mund të lindë tatimi mbi paguar, vlera e rubrikës 57. Për këtë vlerë, ju keni të drejtën e paraqitjes së kërkesës për rimbursim sipas hapave të mëposhtëm. Pasi të jeni loguar në llogarinë tuaj personale në e-filing, në menun e-filing im, klikoni profili im dhe më pas detajet e bankës. Shto llogari bankare. Plotësoni fushat e kërkuara duke pasur kujdes për zgjedhjen e bankës dhe të dhënat e sakta të IBAN. Më pas, në menun çështjet e mia do të paraqisni kërkesën për rimbursim duke klikuar Krijo çështje. Zgjidh pyetje e përgjithshme dhe krijo. Pas shfaqjes së mesazhit, çështja e re u krijua me sukses. Vijoni me plotësimin e kërkesës në kutinë lloji i komunikimit, zgjidhni shkresë njoftuese. Nëse vlera e mbi paguar për të cilën po aplikoni për rimbursim nuk përfshin edhe zbritjet për fëmijët, ju duhet të ngarkoni vetëm dokumentin e lëshuar nga banka për numrin e llogarisë bankare. Nëse vlera e mbi paguar për të cilën po aplikoni për rimbursim përfshin edhe zbritjet për fëmijët, ju duhet të ngarkoni certifikatën familjare, dokumentin e lëshuar nga banka për numrin e llogarisë bankare, si dhe faturat tatimore të fiskalizuara për shpenzimet e arsimit në rast se e keni aplikuar këtë zbritje. Pasi keni ngarkuar dokumentet e nevojshme, dorëzoni kërkesën duke shtypur butonin Dorëzo. Kërkesa do të trajtohet nga Drejtoria Rajonale Tatimore ku jeni i regjistruar, e cila më pas do të vijojë me procedurat e nevojshme për rimbursim.